do të përkushtohemi që kjo çështje të merr në fund një herë e përgjithmonë për Malishevën tonë. Malisheva vërtet është simbol I qëndresës shqiptare. Kosova nuk ka nevojë për blokada, Kosova ka nevojë për alternativë të re. Jeni e vetmja komunë Kosovë që keni pasur reduktime të energjisë elektrike në vazhdimsi dhe kjo përfajin e një qeverie që përkundër se ka pas 20 miliard euro, 20 miliard euro budget për 6 vjetë, 51% nuk ka arritur të bëjë zgjerimin e rrjetit në Malishevë, prandaj më lejoni zotohem që në javët e para me ekipin tonë të Lidhjes Demokratike të Kosovës do të përkushtohemi që kjo çështje të merr në fund një herë e përgjithmonë për Malishevën tonë. Sepse s'po kërkoni shumë energji elektrike si detyrim bazik I shtetit ndaj njerëzve vetë. Dhe atëherë kur keni pas energji elektrike në ato pak orë, ju ka ardhur me çmime të rritura, me fatura të kryera 3 vite rresht dhe po kushton në këtë moment LDK në planin 113 pikësh ka një zotim shumë të thjeshtë, bukur fisnik, ball hapur e faqeparë para popullit të Kosovës. Çmimet e energjisë elektrike nuk kanë me guxuar me u rrit për asnjë cent në 4 vite të qeverisë sonë. Malisheva vërtet është simbol I qëndresës shqiptare. Është një vend ku liria është e simbolizuar në secilën familje dhe ku secila familje ka histori dhe sakrificë. Prandaj sa herë vi këtu, ndiej peshën e amanetit që na kanë lënë dëshmorët e martirët dhe heronjt e kësaj ane. Ata nuk e dhanë jetën që Kosova të jetojë në grindje e në kriza të pafundme. Ata nuk u flijuan që Kosova jon, abdheu I dashur, të mbetet peng I njerëzve që mbjetojnë vetëm në kriza politike e zgjedhje të njëpasnjëshme. Ata nuk u sakrifikuan bashkë me familjet e tyre që të shohin të rinjt tonë duke e parë të ardhmen vetëm në mërgim, vetëm duke u larguar nga ky vend. Ata luftuan për një Kosovë të fortë, për një Kosovë të respektuar në botë, për një Kosovë që ecën krenare mes kombeve të lira, e për një Kosovë ku rinia të ardhmen e sheh këtu e jo larg saj. Prandaj sot Kosova ka nevojë për një drejtim dhe një kapitull të ri, një drejtim ku politika flet për zhvillim ekonomik, por edhe e zbaton atë që flet, ku politika flet dhe krijon vende të reja të punës, ku politika merret me investime, ku politika merret me shkolla më të mira e shëndetësi më cilësore, ku politika arrin suksese për Kosovën kudo në botë deri në shtëpinë e bardhë e jo ankesa e konflikte të pafundme. Unë e di që ju jeni lodhur nga zhurma dhe e di që kërkoni rezultate konkrete. Prandaj, ju bëj thirrje, kërkoni shpresë për veten, për fëmijët tuaj, kujdes më të mirë nga shteti, pleqëri më të dinjitetshme për familjarët tuaj të moshuar. Kërkoni një të ardhme shumë më të mirë për rininë në Kosovës. Kërkoni dritë për Kosovën tonë. Prandaj edhe bashkë me kandidatin tonë për kryeministër Lumirin dhe gjithë këta kandidat për deputet, e ju në Malishevë e keni deputetin e ardhshëm Gzim Hazrollin, ne kemi hyrë të gjithë bashkë në këtë garë me një mision të qartë. Dhe ky mision është që ta bëjmë Kosovën më të fortë, më të zhvilluar e më me perspektivë brenda. Sot, nga sot deri në datën 7 qershor, Malisheva dhe në barë Kosova e ka një detyrim, e ka një obligim që të mobilizohet pamos që ne kështu si që jemi sot në festë, të festojmë në 7 qershor me fitoren e madhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kosova nuk ka nevojë për blokada, Kosova ka nevojë për alternativë të re, Kosova ka nevojë për bashkim. Për bashkim të atyre të cilët e dojnë këtë vend, kontribuan për këtë vend edhe në luftë, por gjithashtu kontribuan edhe pas luftën në shëndetimin e Kosovës, të cilin e themeloi presidenti Ibrahim Rugova. Dhe shumë se kur ka nevojë ky vend për një qeverisje nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përderisa nuk ka qeveri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ta kuptojmë që çdo 3 muaj më shkon zgjedhje. Kështu që angazhohem shumë më shumë dhe punojmë që me 7 qershor të fitojmë bindshëm me programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës.